Tajfuni Fung Ong godet rënd Filipinët. Të paktën 2 persona kanë humbur jetën në Filipine, ndërsa tajfuni Fung Ong ka goditur rajonet qendrore dhe lindore të vendit, duke sjellë shira të rrëmbyeshëm dhe era të fuqishme. Pjesa e madhe e rajonit Bicol ka mbetur pa energji elektrike, ndërsa stuhia pritet godas më vonë Luzonin verior. Më shumë se 1 milion banor janë larguar nga zonat e rrezikut në provincën Aurora, ku tajfuni pritet të sparkojë pikërisht sot në mbrëmje. Zyrtarët u bën thirrje qytetarëve të respektojnë urdhat e detyrueshme të evakuimit. Sipas autoriteteve meteorologjike, erat kanë arritur në 230 km/h, duke goditur tashmë disa zona të Luzonit, ishullin më i populluar i Filipineve. Alarmi i lartë në shumicën e rajoneve. Shumë zona të Luzonit janë vendosur në nivelet e parë dhe të dyta të larta të alarmit, ndërsa qyteti dhe kryeqyteti Manila vazhdon të jetë në nivelin 3. Të hënën, shkollat dhe ndërtesat publike do mbeten të mbyllura, rreth 300 fluturime janë anulluar. Një video i qarkulluar në rrjetet sociale tregon urën që po shihni të varur në qytetin Kamalinga në provincën e Camarines Sur, duke u lëkundur nga erat e forta të këtij uragani.